Përkujtohet sot 79 vjetori I çlirimit të vendit nga pushtuesit nazi-fashist gjatë luftës së dytë botërore. Në kujtim të dëshmorëve që dhanë jetën për liri, u bën homazhe tek varrezat e dëshmorëve në kodrat e qytetit të Korçës. Pranë monumentit janë vendosur kurora me lule nga përfaqësues të institucioneve qendrore dhe lokale, deputet të qarkut, prefektura, bashkia, këshilli I qarkut, komiteti I veteranëve të Lançit, organizata e familjeve të dëshmorëve, shoqata e invalidëve të luftës, përfaqësues të partive politike dhe të komuniteteve fetare e të tjerë. Në një ditë të rëndësishme si kjo, janë përcjell edhe mesazhe. Liria, edhe në kohën që jetojmë, ka marrë një dimension të ri, edhe patjetër ne sot kemi detyrimin të përulemi me respekt për gjitha sakrificat e popullit liridashës së kësaj treve, po sidomos të atyre bijve e bijave që dhanë edhe jetën për idealin e lirisë. Ky është mesazhi që mund të përcjellim, edhe detyrimi jonë është që të angazhohemi maksimalisht për të bërë më të mirën për përparimin e vendit. Mesazhi shkon edhe prek pikërisht ndërgjegjen kombëtare të çdo banori të territorit të Korçës edhe të Shqipërisë për të kontribuar në punët që gjithsecili bën me më shumë dashuri për qytetin, për atë dheun, edhe duke hedhur syt nga e shkuara dhe sakrifica që të rënët edhe patriotët kanë bërë për këtë vend, përcjell në ditët e sotme mesazhe për më tepër përgjegjësi dhe emancipim edhe kurajo dhe përkushtim për të punuar për vendlindjen tonë edhe atë dheun tonë. Ceremonia është shoqëruar me muzikë funebre interpretuar nga banda e qytetit, teksa të pranishmit pas ceremonisë zyrtare të vendosjes së kurorave me lule. Sipas traditës kanë kryer një ecje përgjatë varrezave të dëshmorëve, si dhe kanë vizituar edhe muzeun me fotot e të rënëve.